تمسك بحبل الله واتبع الهدى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Me emrin e Allahut fillojmë, Allahun e falenderojmë, salavatet dhe selamet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë. Familjes së tij të pastër, shokëve të tij besnikë dhe të gjithë atyre që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e gjykimit. Elusim Allahun dhul xhelal na bëj edhe neve prej tyre. Gjithashtu elusim Allahun subhanahu taala që këto kuvende të dijes t'i bëj kuvende të bereqetshme, ku Allahu dhul xhelal e zbret mëshirën e tij, na ka plën qetësia shpirtërore, melekët i mbulojnë këto vende me flatrat e tyre dhe Allahu subhanahu taala na përmend tek melekët e tij. Javën e kaluar kemi folë për Ebu Bekrin radiallahu anhu dhe Omerin radiallahu anhu. Ndërsa sonte do të flasim për khalifën e tretë dhe të katërt. Gjithsesi do të flasim për Uthmanin dhe Aliun radiallahu anhuma. Autori i kësaj poeme të bekuar ka thënë: thuaj njerëzit më të mirë pas Muhamedit janë dy prisit që paraprin. Pra Abu Bekri dhe Omeri, për cilët kemi fol. E pasyra Uthmani i treti që mori udhëhecin. I katërti më i miri njerëzimit, Aliu, ai sundoi, të cilin për herë e mira e shoqëroi dhe me të ai triumfoi. Pra me lejen e Allahut sonte do të flasim për Uthmanin dhe Aliun radiallahu anhuma. Uthmani është njeriu më i mirë i këtij ummeti pas Ebu Bekrit dhe Omerit radiallahu anhum ejma'in. Njëherët është edhe prej katër khalifëve të drejtë që i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith. Ai është Uthman ibn Affan ibn Abil As. Kështu ka qenë emri i tij. Ndërsa nofka e tij ka qenë, kush e din? Poseduesi i dy dritave, dhun nurain. Është quajtur poseduesi i dy dritave për faktin se ka qenë bashkëshort i dy bijave të profetit sallallahu alaihi wasallam. Si kanë pas emrin? Edhe? Ruqayya. Ruqayya ka qenë e para me cilën është martu, pastaj kur ka vdek ajo e ka martu Ummu Kulthumin. Nga se nuk ban një person mi pas me njëherë dy motra në kuror. Uthmani radiallahu anhu ka lindur 6 vite pas vitit të elefantit. Viti i elefantit ka qenë vitin në të cilin ka lind profeti sallallahu alaihi wasallam. Në atë kohë, në gjahiljet, një person nga Jemeni e ka pa që qabja po i ban rival një kishës e tij, të cilin e ka ndërtu që të tjerë të shkojnë atje me bo haxhillokun, atër ka vendos që me ushtrinë e vetë me shkatru shtëpinë Allahut qabën. Mirë po shtëpia Allahut e ka Allahun i cili e ka mbrojt, kështu që Allahu e ka shkatru atë ushtri. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lind atë vit, ndërsa Uthmani ka lind 6 vite pas vitit të elefantit. Kemi të regu që Ebu Bekri ka qenë prej burrave të parë që ka pranuar Islamin. Sahabët kanë qenë të atill që nuk janë mjaftu me udhëzimin që ja ka dhënë Allahu vetëm atyre. Mirë po, këtë knatësi, këtë udhëzim kanë dashur m'ia tregu edhe të tjerëve. Kështu që Uthmani, Ebu Bekri radiallahu anhu ja ka paraqit Islamin edhe Uthmanit radiallahu anhu. Uthmani pa hezitim, pa mëdyshje, e pranon këtë dritë hyjnore, e pranon Islamin, fen e vetme të pranuar tek Allahu subhanahu wa taala. E pas pranimit të Islamit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka martuar me të bien e tij, Ruqayyan radiallahu anha. Jeta muslimanëve të parë nuk ka qenë jetë e lehtë. Kanë pas vështirësi, kanë pas persekutime. Jo vetëm sahabët, po dhe profeti sallallahu alaihi wasallam,
Andaj xhaxhai Othmanit e ka kap Othmanin e ka lidh për mi bë trysni që me lshu fen e Allahu subhanahu wa taala. Dhe i ka thonë, apo largohesh nga feja e bapallarve dhe gjyshërve të tu për një fe që është e shpikur pra për fen islame. Pasha Zotin i ka thonë, nuk ka me zgjidh derisa ta braktisish këtë fe. Othmani radiallahu anhu, i cili e ka shiju ëmbëlsinë e imanit, sigurisht se nuk do të kthehet mbrapa. Do të qëndroj stoik, i pathyeshëm në fenë Allahu subhanahu wa taala. I thot, jo pasha Allahun o xhaxhaim, kur nuk do ta braktisi, kur nuk do ta braktisi dhe nuk do t'i ndahem kësaj feje. Andaj kur e ka pa xhaxhai vet se ky është stabil dhe ka pa që xhallar tjerë nuk ju thënë kur gja, edhe ka pas një farë respekti të njerëzit e Mekës, atëherë ka lanë të lirë edhe nuk e ka torturu. Andaj vëllezër, nëse sahabët kanë hek, sigurisht se edhe besimtarët kanë me hek. Ata që janë tani me ne, apo deri në ditën e Kiametit. Nga se cili ka familjar që nuk i ka të udhëzuar, mirë po ne me mirë sjellje do t'i ftojmë edhe ata në këtë kënaqësi të cilën jemi duke e shijuar. Argumentet që flasin për vlerën e Othmanit janë fakti që ai ka qenë bashkëshorti dy vajzave të profetit sallallahu alaihi wasallam. Dietarët kanë përmend se nuk mbahet në histori, nuk mbahet mend që ndërkush i ka pas dy vajza të ndonjë profeti të mëhershëm. Pra kjo është një vlerë për Othmanin radiallahu anhu. Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam në besatimin e Ridwanit e ka dhënë besatimin për Othmanin radiallahu anhu, nga sa ai nuk ka qenë prezent aty. Gjithashtu për vlerave të tij është fakti se Othmani është nga 10 e përgëzuar me xhenet duke qenë gjallë nga gjuha e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu Othmani është prej 6 personave që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i kënaqur me ta para se me dek. Gjithashtu për vlerave të shumta të Othmanit është fakti se melekët kanë turp prej Othmanit radiallahu anhu. Ka një Abu Bekri tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka një Omeri tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka pas gjujtë e shplum pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk i ka lëviz vendin. Mirë po, kur ka një Othmani radiallahu anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka mbulu gjujtë e tij dhe pastaj është pyet pse e ka vepruar një gjë të tillë, ka thonë si mos të kem turp nga një njeri për të cilit turprohen melekët. Gjithashtu për veprave madhështore të Othmanit radiallahu anhu është fakti se i ka bashku muslimant në një mushaf të vetëm. Kemi tregu që Kurani është të bu në kohën e kujt? Në kohën e Abu Bekrit. Pastaj musliman kanë fillu domethënë me lexu, ka fillu domethënë mu përhap leximi i Kuranit në përvende dhe kanë fillu me lexu në për dialekte të ndryshme, kështu që kanë fillu një farfitne me mes muslimanëve. Kush e ka mira, unë atje e kështu me radhë. Andaj çdo herë njerëzit e dishëm marrin ca hapa për mi ndal fitnet. Kështu që Othmani e ka bën një mushaf që quhet mushafi i Othmanit, që domethënë është në dialektin apo sipas leximit të kurejshve, kështu që pastaj çat mushaf e kanë bë disa kopje dhe kanë shpërndarë në për vendet islame. Gjithashtu prej vlerave të tij është se Othmani radiallahu anhu ka qenë njeri bujar. Ka qenë i pasun dhe pasurinë e tij e ka shfrytzuar për me ngrit fjalën e Allahut me ndihmën e muslimanëve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kush e blen bunarin apo pusin rume e ka xhenetin. Edhe kush e përgadit Jeshul Usra, ushtrin
që kanë pas vështirësi e ka të garantuar xhenetin. E këtë bunar e ka ble Othmani, e këtë ushtri e ka përgatit Othmani. Pra bunari ka qenë në Medin, ku muslimanët kanë vujt për ujë. Ky ujë apo ky bunar ka qenë pronë një jahudie. Ky do më thonë çdo që i ka dhënë ujë, edhe në këmbim të dhënies së ujit ka kërku para. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kush e blen pusin në rrume dhe u jep muslimanëve do ta ketë xhenetin. Kush e ka ble? Othmani, edhe ka lënë vakëf për muslimanët. Po ashtu në luftën e Tebukut, kur muslimanët kanë qenë të dobët ushtarakisht, fizikisht dhe në çdo formë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka nxit muslimanët që me dhonë për këtë luftë, kështu që pasurinë e tij e ka shpenzu Othmani në rrugë të Allahut subhanahu wa taala, dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, asgjë nuk do ta dëmtoj Othmanin pas kësaj që ka bë në këtë ditë. Nga se ja ka hypat moralin, i kanë ndihmu muslimanëve që me ec përpara. Para vdekjes së Othmanit apo para se ta mbysnin, Othmani radiallahu anhu, kur e kanë rrethëku, ja ka përmend atyre, domethënë rebelëve, ja ka përmend këto dy gjëra. Ka thonë, a nuk e dini se unë e kam përgatit ushtrinë e vështirësisë? A nuk e dini se unë e kam ble pusin rrume? E për këto dy vepra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kush i ban e ka siguruar xhenetin. Ja ka tregu këto vepra që në atë kuptimin unë jam xhenetliu, po dëni me myt mua. Mirë, po megjithatë domethënë Othmanin radiallahu anhu e kanë mbyt. Ibn Omeri ka thonë, në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, askënd nuk e kemi barazuar në vlerë me Ebu Bekrin, Othmanin dhe Aliun. Pas këtyre, asnjë shok të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk e kemi vlerësuar kundrejt dikujt tjetër. Këtë gjëra i ka dëgju pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe nuk i ka mohu. Pra ashtu është edhe në miratimin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Po ashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam ka përgëzuar Othmanin se do të jetë shahid. Njerë mbi kodrën e Uhudit ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekri, Othmani, ka qenë Ebu Bekri, Omeri dhe Othmani. Ka fillu me lujt kodra e Uhudit. I kam shu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me kam dhe i ka thonë, qësohu o Uhud, sepse si për te është një pejgamber, një sinqert dhe dy shahida. Kjo faktikisht është një profeci e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nga se të dytë janë vra, edhe Omeri edhe Othmani, dhe të dytë janë shahida përmes gjuhës së pejgamberit alayhi salatu wassalam. Othmani e ka zgjeruar shtetin islam kohën e tij, arkën shtetërore e ka mbush Beitul Mal me pasuri. Ka qenë njëri i cili shumë ka agjëru, shumë ka lexuar Kur'an, edhe shumë ka falë namaznate. Madje atë natë, domethënë, që e kanë rrethu, Othmani radiallahu anhu kanë domethënë agjërushëm, faktikisht atë ditë, edhe u vra duke lexuar Kur'an. Pra atë ditë ka qenë agjërushëm Othmani radiallahu anhu, edhe u vra në moshën 82 vjeçare, apo sipas një transmetimi në moshën 90 vjeçare. Dhe ai një pikë e gjakut, siç transmetohet, i ka ra në cilin ajet? Fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul alim. Allah ty të mjafton kundër atyre. Allah është gjithdëgjuesi, dije ploti. Gjenazën e Othmanit e ka fal Zubair ibn Awami në varrezat e Medinës el-Beqi radiallahu anhum ejmain, udhëheqja e tij ka qenë 12 vite. Tani shkurtimisht të flasim edhe për khalifën e tretë, Aliun radiallahu anhu. Aliu ka qenë baba i dy Hasenave,
domethënë Hasanit edhe Husejnit. Njëkohësisht ka qenë edhe djali i xhaxhait të profetit sallallahu alaihi wasallam. Për 4 halifeve, Ali radiallahu anhu është nga më të afërmit me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për nga afërsia. Khilafeti i tij ka zgjat 4 vjet e 9 muaj. Kur e kanë vrarë Uthmanin radiallahu anhu, kur e kanë vrarë Uthmanin radiallahu anhu, udhëhecinë e ka marrë kush? Aliu, sepse ka qenë më meritori. Çka kanë bërë njerëzit? Kanë shkuar më njerë me ia dhënë bejan, me ia dhënë besatimin Aliut radiallahu anhu. Mirë po Aliu ka thonë, nuk ju takon juve kjo gjë. Kjo gjë u takon atyre që kanë marrë pjesë në luftën e Bedrit, el Bedriun. Sepse nëse ata janë të kënaqur për të qenë unë udhëheqës, atëherë do të jem. Pastaj ata kanë shkuar tek Aliu radiallahu anhu dhe i kanë thonë, ne nuk shohim dikë më meritor se ati për me qenë udhëheqës, kështu që ja kanë zgjodhur dorën për besatim që ky do të jetë halife i muslimanëve. E shihni, domethënë, ku të ndodhin gjana të mëdha mes muslimanëve, kur ndodhin fitne, nuk do të më pyet një njeri me xhul, një njeri që nuk e njohim hiç kush është ai. Na del me një fetfa në internet. Mirë po, do të më pyet njerëzit të cilët i njohim, që kanë devotshmëri, që janë të dëshmuar se janë njerëz të Zotit. Kur u dasht, e kanë ndihmu fenë Allahu subhanahu wa taala. Kur u dasht me mësu, kanë mësu. Për këtë arsye, çdo herë në çështje madhore duhet të kthehemi tek dietarët tanë. Andaj ti përmendim disa hadithe që flasin për vlerën e Aliut radhiyallahu anhu, nga se siç e dim, njerëzit në raport me Aliun bëjnë shirk. Po dhe gjëra tjera. Dikush e ka thujt Zot. Dikush e ka thujt pejgamber. Dikush e ka thujt ku e di çka. Andaj ehlu suneti e don Aliun. Dhe me dashurinë ndaj Aliut radhiyallahu anhu afrohet tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe ehlu suneti e urren çdo kan që e urren Aliun radhiyallahu anhu. Mirë po nuk e hynizon. As nuk jep cilësi hynore, nga sa i ka qenë njeri sikurse të tjerët. Për vlerave të Aliut është fakti se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në luftën e Khajberit ka thonë, nesër do t'ja jap flamurin një njeriut përmes të cilit Allahu do të jap fitore në luftën e Khajberit. Ai e do Allahun dhe profetin e tij, po edhe Allahu dhe profeti i tij e duan atë. Ata sahabët për këtë vlerë madhështore kanë filluar me diskutu kush mund të jetë ky person që i ka këto virtyte, këto cilësi të mira. Saba nëse thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku është Aliu. I thonë o dërguari i Allahut, po ankon prej syrit. Ka pas diçka në smuja. Ka thonë thirreni, i ka fry pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe është lut për të, kështu që është shëruar nga sëmundja e syve që i ka pas. Pastaj edhe ja ka dhënë flamurin Aliut radhiyallahu taala anhu. Kjo tregon se Allahu e do Aliun. Profeti sallallahu alaihi wasallam e do Aliun radhiyallahu anhu. Po ashtu Aliu e do Allahun dhe profetin sallallahu alaihi wasallam. Hadithi tjetër është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e kalon Aliun në Mekë, i ka thonë, a nuk je i kënaqur të jesh për mua në pozitën që ishte Haruni për Musain? Mirë po jo veç kaq. Vazhdoi hadithin. Vetëse nuk ka profet pas meje. Grupet e devijume këtë pjesë e largojnë. Pse? Po thonë, ja kjo është pozitë, kjo është hadith që tregon se Aliu është profet. Pa këtë pjesën. Mirë po, sikur profeti sallallahu alaihi wasallam e dinte me shpallin nga Allahu se Aliu do të hynizohet nga të tjerët, do të japin cilësi të Zotit apo do ta konsiderojnë profet dhe i ka thënë, mirë po pas meje s'ka profet. Ai është vula e profetëve. Pra, ky hadith tregon afërsinë e madhe të Aliut me profetin sallallahu alaihi wasallam, besimin dhe mbështetjen që kishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tek Aliu radhiyallahu anhu.
Po ashtu, pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë, Aliu është prej meje dhe un jam prej tij. Kjo tregon dashurinë e fortë mes profetit dhe Aliut dhe afërsinë edhe fetare edhe familjare që kanë pas mes vete. Gjithashtu Aliu radiallahu anhu ka thënë, pasha atë që e çau farën dhe e krijoi shpirtin, pra pasha Allahun. Profeti më premtoi se nuk më do askush pos besimtarit dhe nuk më urren askush pos hipokritit. Pra kush e don Aliun, kjo është shenjë e besimit. Kush e urren Aliun, kjo është shenjë e hipokrizisë. Andaj besimi i Ahlusunnetit në raport me këtë sahabët, po edhe me Aliun në veçantë, përderisa ndaj tij njerëzit e kanë tepruar, është se ai ka qenë njeri i mirë prej sahabëve të profetit sallallahu alaihi wasallam, khalif i katërt, i përgëzuar me xhenet, ka qenë trim, asket e kështu me radhë. Aliu radiallahu anhu kur ka dalë me fal sabahun, është vrarë, domethënë para derës së shtëpisë së tij në ditën e xumë. Kush e ka vrarë? Kush? Abdurrahman ibn Muljim. Abdurrahman ibn Muljim ka qenë prej Khavarizve. Pra e ka myt Aliun radiallahu anhu, i cili ka vdekur në moshën 63 vjeçare. Namazin ja ka fal Haseni dhe është varrosur në Kufe, sipas një mendimi tjetër, nuk dihet domethënë ku e ka varrin. Elusim Allahun dhul xhelal, na i fal mëkatet, elusim Allahun dhul xhelal na shtet dashurinë ndaj shokëve të profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të na mundsoj të ta pasojmë rrugën e tyre. Walhamdulillahi rabbil alamin.